Mirëmbrëma të nderuar shikues, takojmë me të pashoq për të analizuar aktualitetin politik në vend. Mbetemi sërish aty, jo se ka shumë zhvillime faktikisht, por duket se edhe kjo verë do të shtyhet po me të deri në shtator, ku si çdo vit mezi pritet dhe shumë gjëra paralajmërohen, por asgjë nuk ndodh realisht. Kam sonte kënaqësinë të kem të ftuar në studio një vajzë e cila kohët e fundit është bërë shumë protagoniste në luftën që i ka shpallur publikisht Sali Berishës. Ajo madje ka shprehur edhe dëshirën publike dhe vullnetin e saj për të garuar me një proces të ndershëm edhe për leadershipin e Partisë Demokratike, duke sfiduar kështu në të gjitha krahët Sali Berishën, por kjo duket gati e pamundur. Mirë se erdhe, Alesia Balliu. Ish kandidate primareve, ish antare Partisë Demokratike, i ke të gjitha me ish këto pozicionet sepse je larguar tashmë. Je në luftë të hapur, apo? Faleminderit për ftesën pas parë, kënaqësi të jem këtu te ju. Unë në luftë jam për të vërtetën dhe gjithmonë do të qëndroj asaj. Kur ta nisim nga fillimi, ç'të bëri që ti dalësh kundër Sali Berishës, sepse ishe gjithkohës pranë ti referuar faktit që ishe në sinkron të plot me qëndrimet e tij dhe atashuar pranë grupimit të tij? Pa diskutim, të njëjtat arsye që më bën ta ndiqja Sali Berishën foltore, që ishin gara meritokracia, ka qenë parimi për demokraci, ka qenë parimi që Partia Demokratike të eci përpara, të bëj progres, jo regres. Dhe një ndër arsyet që unë e mbështeta Sali Berishën dhe foltoren ishte pikërisht sepse isha e lodhur nga humbjet një pasnjëshme të Lulzim Bashës. Duke ja faturuar në ato vite çdo gjë fajin Bashës, Berisha ndërmori hapjen e partisë dhe premtoi bashkimin e PD-s, ndërkohë bashkimin e bëri me Metën dhe me aleatët dhe nuk e bëri realisht me të djastët. Pastaj ishte një ndër pikat kryesore që Berisha në ato vite foltore thoshte që deputetët duhet i zgjedhin demokratët, primaret, ndërkohë u bë një proces fasad dhe ndodhi totalisht e kundërta e atyre gjërave që Sali Berisha kishte premtuar në foltore. Primaret, siç e patë edhe juve, si në qarkun e Elbasanit, Tiranës, Shkodrës, nuk u respektuan dhe duke parë që Sali Berisha që u ndoqja foltoren, thoshte diçka tjetër dhe veprimet ishin diçka tjetër, pa diskutim që do të dilja kundra. Tentuat ju si fillim të flisnit me të mos iknit për një herë, e kam fjalën, të mos shpallnit luftën me një herë pa i shtëruar edhe diskutimet, analizat apo konsultat e brendshme, qoftë edhe me vet Berishën? I tentove këtë formë? Unë fola personalisht me Sali Berishën dhe ja kam thënë 20 minuta para mbledhjes kryesisë që doktor, kjo është një listë humbësish. Kjo është një listë e cila nuk është listë përfaqësuese e Partisë Demokratike. Çfarë u tha? Alesia më tha mos u shqetëso, tha ne do fitojmë. Nuk e di kush i kishte fryrë në vesh, po besoj të famshmit që e shoqëroi nga do dhe e keq informoi nga do, dhe duke pasur parasysh listën jo përfaqësuese, edhe duke e ditur rezultatin, sepse e kisha parashikuar, flas për Elbasanin që do dilte 10-4 dhe 10-4 doli. Dhe unë isha shumë objektive dhe në logjikën që kur ja thash Sali Berishës në zyrë, e kam thënë mbrapa në media dhe pastaj ka dalë rezultati në datën 12 që ishte 10-4 nga mungesa e përfaqësimit real të djastës. Dakor, tani me të tjerë demokrata ty në PD përveç Sali Berishës ti a fole? Ideja ime është që të mos ishe e vetme në këtë luftë. Pa diskutim që kam folur. Sepse është ndryshe nëse del një grupim është më i fortë. Kam biseduar me drejtuesin politik të qarkut Elbasanit, që ishte zoti Ali Zoti, i cili është një person që ka vlera, kontribut dhe një person i cili nuk u përfshin në këto pazare. Dhe e tha hapur që kjo nuk është lista ime. E ka thënë dhe mbledhjet kryesisë që kjo është një listë humbësish. Po mirë, nuk doli kundër Berishës, ai e vazhdoi betejën për 11 maj pavarësisht rezultatit. Ai e vazhdoi betejën. Kurse ka dalë kundër. Absolutisht, për fjalët e tij ai tha në mbledhjet kryesisë. Dhe nuk është se ishte përgjegjës për atë listë. Po nuk e shoqëroi as me akte personale dhe as me... Kjo është zgjedhje personale, pastaj çdo individi. Unë mbajta qëndrimin tim, bisedova siç duhet bisedoja me drejtuesin politik, me kryetarin e partisë.
Po mirë, të gjithë këta që kanë vendosur të qëndrojnë, të mos ndërmarrin akt si ky yti, këta janë të kënaqur, janë të gjithë njësoj, nuk ka aty njerëz me integritet që duan sikurse ty proceset ndershme? Tani, Apo bëjnë kompromisin për hir të X interesi? tani, Sali Berisha fitoi. Si fitoi? Fitoi garën e tij për të qenë numri 2. Fitoi garën e tij për t'u legjitimuar Për të qëndruar në opozitë, kryetari i opozitës, i partisë dytë më të madhe në vend, dhe kjo ishte fitoria e tij. Ai ishte Kaq donte thua? kaq donte. Prandaj dhe lista u bë listë humbësish. Po t'i vjen re mediat, ditën tjetër pasi ka dalë lista, të gjithë analistët pa përjashtim thonin që kjo është një listë humbësish. Kjo është një listë e besnikëve të Sali Berishës. Kjo është një listë e cila nuk ka ndonjë diferencë madhe me listën që ky zotria akuzonte Bashën 2021-shin. Të vetmin që mungonin në këtë listë ishin Basha dhe Agon Shehaj. Kjo ishte një listë e ditur. Besnikët e vet që i vendosin tek listat e mbyllura, po për pjesën që i nxori tek listat e hapura, në zonën e rrezikut, nuk besoj se vlen edhe njëjta gjë të thuhet, apo? Po kush nga ato hyn më i zonj? Më fal, Jurida Tabaku për shembull. Jurida Tabaku ishte një figurë, ishte një figurë e cila në opinionin tim personal meritonte të ishte në listën e mbyllur të Tiranës për shumë kontribute që i ka dhënë Partisë Demokratike. Po pse vendosi në zonën e hapur Berisha, sepse nuk ishte besnike Berishës. E pra, për këtë po të flas. Pikërisht kjo ishte arsyeja pse zonja Tabaku nuk ishte pjesë e listës mbyllur, për mos e meritonte, për qytetarinë, për vlerat e treguara, për luftën opozitare që ka bërë. Por që unë dua të ndalim tek një pikë shumë specifike. Këto individ janë individ që i shërbejnë vetëm interesit personal Sali Berishës, që ishin te lista mbyllur. Këto janë për të ruajtur legitimitetin e Sali Berishës si kryetar. Dhe janë pikërisht këto individ shkaktarët e humbjes 11 majit. Dhe po këto individ sot kritikojnë zërat cilët thojnë të vërtetën, siç jam unë, siç është zoti Sula, edhe shumë tjerë. Dhe këto thonë që individët që dalin nuk arrini të ndryshoni diçka konkrete. Po pa diskutim neve që duke e folur problemin në çdo media jemi duke ndryshuar opinionin publik. Sepse ashtu duhet të ngrihet baza, masa, demokratët. Ne na përshëndesin shumë demokratë. Nuk është se demokratët nuk dëgjojnë. Nuk është se demokratët janë të lumtur nga ky rezultat. Të lumtur janë vetëm besnikët e Sali Berishës. Ato janë të lumtur sepse vetëm ato kanë fituar. Ato do marrin dietat, do marrin rrogën, dhe pastaj do pranojnë rezultatin. Se nëse kjo është farsë elektorale, ti pse do hysh në parlament dhe do paguash me taksat e qytetarëve? Ti prap bie ndesh me atë që thua. Po, bie ndesh me kauzën e vet. Ti këtej thua më vodhën këtë gzon se ruajte mandatin në Lezhë. Po, është paradoks. Tani, ka nisur një lloj procesi, javën e ardhshme nis më saktësisht, rinumërimi i votave në 2 qarqe të nda, sikurse është Tirana dhe Fieri. Vet Berisha thot dita ditës që unë nuk pres asnjë ndryshim rezultati, renditje etj, por e dua këtë proces vetëm për transparencë. Ndërkohë ka shumë kandidatë demokratë që pretendojnë se janë bërë manipulime edhe nga vetë komisionerët demokratë, për shembull Aulon Kalaja, Ilir Ali Mehmeti. Çfarë do të nxjerrë në pak procesi i rinumërimit të votave, mendon? Atëherë, kjo procesi rinumërimit i shërben Berishës për të shtyrë këtë agoninë që demokratët pranohen me faktin që dhe këto zgjedhje u humbën. Çfarë do sjellë ky proces? Është e turpshme, do sjellë faktin që demokratët kanë tjetërsuar votën e njëri tjetrit. Për mua në qarkun e Durrësit absolutisht është fitues Aulone. Është fitues, është i zgjedhur i qarkut Durrësit, i qytetarëve. Po do ndryshoj kjo rezultat? Nuk besoj se rezultati i shndron. Edhe e kam thënë në një studio tjetër, më erdhi keq kur pash Aulonin që thoshte pse nuk jam unë deputet kur kam marrë kaq shumë vota, nuk je sepse nuk donte Berisha. Po mirë, këta komisionerët me urdhër nga lart i kanë bërë këto manovra, mendoni ju? Tani tjetërsimi i votës brenda se nuk bëhet ai shkollaj kjo punë. Brenda për brenda. Me aq vëzhgues sa ka gjatë numërimit. Ka diçka që vota për shembull preferenciale është dhe vota që shkon për partinë. Po. Tek vota që shkon për partinë
Aty duhet bërë manipulimi, mendoj unë. Po Mirë, luhet edhe me fletët e pavlefshme etj. Që janë gjitha janë një sër faktorë që duhen analizuar, po nëse ka ndodhur realisht kjo, atëherë duhet të reagojë spaku dhe pa diskutim duhet i arrestojmë flagrancë nëse ka ndodhur. Flasim gjithmonë, është një gjë që i përket institucioneve të drejtësisë që ta zgjedhin. Dhe për mua pa diskutim që çdo kandidat duhet të ketë drejtën e tij për rinumërimin e votave, të ketë drejtën e tij që çdo proces demokratik të jetë transparent. Se për çfarë do ekzistonte demokracia, nëse nuk do kishim transparencën për votat e qytetarëve. Në Partinë Demokratike u bë një deklaratë fortë në Partinë Demokratike, them e bërë nga Adriana Kalaja, një tjetër kandidate që nuk arriti të futej në parlament. Për Jurida Tabakon, shumë kush e lexoi si dirigjim nga vetë kryedemokrati, sepse nuk mund të ndërmerrte vetë zonja Kalaja një sulm të tillë kaq të fortë etj. Çfarë besoni ju se fshihet pas kësaj? Zonja Tabaku është një qendrestare, është një zonjë, është një demokrate. Por mbi të gjitha është një femër e cila i ka qëndruar kauzave të saj. Çdo fjalë që hidhet mbi të bëhet për shkak një xhelozie personale të individëve të caktuar që duan të ndosin. Nuk ka lidhje këtu Berisha thoni ju? Të ndosin emrin. Unë nuk mund të flas pa fakte. Unë mund të flas këtu për procesin, mund të flas. Vetë zonja Kalaja, ne kemi parë materialet që dolën në media nga takime me demokratët, me dyert mbyllura, se si shprehte pak kënaqësi për rezultatin e 11 majit, madje donte edhe të largohej derisa Berisha të reflektonte, por pastaj hodhi poshtë këto edhe nuk është se ndërmori ndonjë akt. Pra, ka edhe nga ata që duket se do të shpërthejnë në një moment dhe sërish tërhiqen, bëjnë një hap pas. Nuk ka revolt në Partinë Demokratike. Janë individ cilat nuk i shëndrojnë besnik askujt dhe asgjë as vetes tyre. Ky është komenti im. Po, ke tentuar të bisedosh për shembull me demokratë të tjerë që janë larguar nga Berisha që janë anti-berishist, po themi. Unë jam çdo ditë në kontakt me demokratët dhe ato që të bëjnë një grup më i madh ndoshta. Që janë aktualisht brenda Partisë Demokratike dhe të gjithë janë në një mendje që Partia Demokratike ka nevojë për riformatim. Ka nevojë për një analizë, ka nevojë për ndryshim elitash dhe ka nevojë mbi të gjitha të pranojë realitetin. E sheh ti të mundur largimin e Berishës ndërkohë që unë e shoh të gjitha flasin për të kundërtën. Ai vetë i pari që nuk largohet, e ka thënë edhe vetë. Kjo nuk është në dëshirën e tij. Si nuk është në dëshirën? Nuk është në dëshirën e tij, sepse Partia Demokratike ka një statut i cili duhet respektuar, po dakord, po ka dhënë argumente edhe për këtë. Në të cilën thuhet që kryetari në momentin që mbet zgjedhje duhet japi dorëheqjen. Dhe pa diskutim që Partia Demokratike do futet në zgjedhje. Pa i nuk i quan zgjedhje, i quan farë. Se çfarë i quan ai është problemi i tij, kjo zgjidhet edhe me gjykatë. Mjafton ta çojë një antar i thjeshtë i Partisë Demokratike çështjen e leadershipit në gjykatë dhe brenda vitit pa diskutim që do bëhen zgjedhje. Nuk është thelbi që është në pëlqimin e zotit Berisha. Po kush mund ta çojë këtë? Kush mund ta çojë çdo antar i thjeshtë i Partisë Demokratike. Çdo antar i thjeshtë. Është kaq e thjeshtë të heqësh Sali Berishën nga PD-ja? Është nga drejtimi i PD. Tani ka dy gjëra. A çfarë po them unë? Që ti jemi me këmbë tok them unë. Po pra, me këmbë tok po them. Dëshira ka shumë. Ajo është një gjë shumë e thjeshtë. Çdo antar i Partisë Demokratike ka drejtën ta çojë çështjen në gjykatë dhe Sali Berisha brenda vitit jep dorëheqjen që të ketë zgjedhje në Partinë Demokratike. Por këtë, po mirë, ti e di që edhe po pati zgjedhje sërish Berisha i fiton. Këtu është problemi. Rikandidimi. Atëherë, tani vim këtu tek pika që ti ke shpallur dëshirën dhe vullnetin për të garuar edhe për drejtueset PD-s nëse do të ketë zgjedhje, qoftë edhe përballë vetë Sali Berishës. Pse e ke shprehur publikisht këtë dëshirë? Okej, mund të jetë dëshirë, po pse mendon se ka ardhur koha, domethënë që të marrësh një pozicion kaq të rëndësishëm? Nuk është. Dhe pse do të votonin demokratët sa kohë përpara mund të kesh rival Sali Berishën? Si mund të fitosh përballë tij? Nuk është thelbi që të marr unë Partinë Demokratike. Jo. Thelbi është, si kryetare them unë. Thelbi është që Partia Demokratike ka nevojë për riformatim. Thelbi është që Partia Demokratike
ka nevojë të ndryshojë dhe që Partia Demokratike të ndryshojë, ndryshimi duhet fillojë nga leadershipi. Kaq e vështirë është që në 35 vite Partia Demokratike mos prodhoi një leadership të ri. Po mire, Fakti kandidaturës time ka të bëjë me të rinjt. Këtu e ka fajin vetëm Sali Berisha? Fakti kandidaturës time ka të bëjë. Edhe pjesa e kandidaturave, e guximit. Pikërisht pra, fakti njerëzve që mund t'i dalin përballë. Fakti kandidaturës time dhe pse vjen këto momente është një shprehje e guximit që kjo parti duhet të ndryshojë për gjeneratën e re, për të rinj dhe të rejat. Nuk është thelbi të marrë në Partinë Demokratike. Ta thash edhe një herë, nuk është për interes personal kjo. Kjo është për të dhënë një mesazh qartë tek gjithë të rinj dhe të rejat që ka ardhur koha, ka ardhur momenti që gjenerata e re ta drejtojë Partinë Demokratike. Të ketë një të djathtë reale, jo një pateric qeverisë. Po unë them, a është e mundur që në garë me Berishën me kandidaturën time unë këtu ftoj dhe kemi parë shumë palë zgjedhje aty. Me kandidaturën time unë këtu ftoj shumë të rinj dhe të rejat kandidojnë. Po pra, po jam dakord. Ky është mesazhi, ky është thelbi, nuk është thelbi. Dakord, në parim jam dakord, po aty janë bërë të ashtu quajtura zgjedhje edhe herë të tjera dhe ka pas edhe kandidat rival Berisha edhe Basha, po formal kanë qenë sepse nuk kanë marrë. Nga që kanë qenë formal nga 2013 deri në 2025 ke vetëm humbje. Nga që kanë qenë formal dhe nuk ka pas garë. Po nëse bëhet garë ndershme, ti mendon se shumica e demokratëve nuk do ta votonin Berishën për të vazhduar? Absolutisht jo. Sepse Berisha ka pasur meritat e tij në Partinë Demokratike. Partia Demokratike është krijesë e tij. Por ka ardhur momenti që Sali Berisha ta kuptoi që duhet dalë në pension. Duhet shijoj pleqërinë e vet. Ka skaduar koha e tij politike. Sali Berisha nuk frymëzon më. Është mundur 2 herë, në 2013 nga Rama dhe në 2025. Del tani në çdo studio dhe thotë më vodhën, sa të vodhën? Sa të vodhën? Ti veta fitove? Ti nuk fitove? Ti nuk frymëzon më? Prandaj ti duhet ta lësh këtë parti të riformatohet. Pse nuk e lë ai sipas teje? Për interesin e tij personal, absolutisht. Që për interesin e tij personal. Sali Berisha sot që flasim ka vënë interesin personal para interesit kombëtar. Po ma shtillo pak këtë interesin personal. Ku konsiston ky? Kjo konsiston edhe tek fakti I problemeve që Sali Berisha ka. Me drejtësinë thua? Me drejtësinë, po dhe me nëngratën. Sepse nga nëngrata Sali Berishës nisi gjithçka. Dhe gjatë fushatës, po ta kesh vënë re, këto janë përpjekur që të shpifin dhe të disinformojnë duke thënë është hequr nëngrata për duke sjellur edhe atë Kris Lasivitan për të dhënë këtu një mesazh absurd. Që Amerika është me ne, po Amerika ka diçka, sidomos kur merret një vendim serioz, si ai I nëngratës, me atë vendim serioz duhet njoftoj po faqja zyrtare e ambasadës amerikane, jo një gazetar, jo një këshilltar që paguhet, që e merr dhe ti dhe unë mjafton të kemi çek me shumë zero për ta pasur prezent për këshilltar ligjor, për fushat ose për çfarë të duam neve. Nuk është thelbi që ne t'i hedhim his sy shqiptarëve. Është problemi që ne si Parti Demokratike dhe që të jemi realisht demokratik duhet të hapemi. Duhet jemi një parti që të mbledhim individ që kanë vlera, intelektualët kanë ikur. Kush është sot e PD-ja? Në dorë të kujt është PD-ja sot? Të Albana Vokshit, të Flamur Nokës, të Fari Balliut, të figurave të urryera, të figurave që nuk kanë vota, të figurave që janë mundur 4 herë nga Rama. Çfarë frymëzimi do japin këto për gjeneratën e re? Ti në analizën tënde që ke bërë personale për 11 majin për shembull, pse mendon se humbi kaq thellë Partia Demokratike, analizuar në gjithë komponentët e saj, ose më saktë Edi Rama fitoi kaq thellë, nuk ka të vërteta në pretendimet e opozitës për manipulime zgjedhore, krime zgjedhore. Edi Rama ka ruajtur kuotat e veta. Unë e shqetësuar jam dhe për ato 150.000 votues që kanë shkuar te partitë e reja. Pse nuk I tërhoshi Sali Berisha? Pse nuk I tërhoshi e djathta? Dhe për votuesit e ri këtu nuk po I hy fare unë Parti Socialiste, po I hy Parti Smundësia, Shqipëria bëhet.
këto ishin zëra që kërkonin ndryshimin, ishin zëra që nuk e gjenin veten më tek e djathta. Mirë, ata janë një lloj pra anti-establishmenti, jo, po ato janë vota që i kanë ikur Partisë Demokratike. Që nuk duan as PS-n as PD-n. Ato janë vota që alternativë të re. Janë vota që i kanë ikur Partisë Demokratike. Shifrat flasin. Nga 2021 tek 2025, sot PD-n e ke me 45 mandate, se 5 i ke aleatëve, ta krahasosh me 2021. Dhe nëse do vijoj në këtë trajektore, në zgjedhjet e radhës do kaloj me 30 deputet. Dhe kjo është fatkeqësi, sepse është një parti e cila është parti e djathtë, e cila përfaqëson diçka për historinë e Shqipërisë dhe duhet ketë vazhdimsi. Nuk mund të ndrydhet tek një emër personal, që është Sali Berisha. Prandaj, kjo nuk është çështje interesi tim personal. Unë nuk kam fituar gjë nga kjo parti. Unë jam një avokate, profesioniste, madje fitoj më shumë se rroga e një deputeti në punën time. Këtu jam për të dhënë një opinion timin mbi situatën reale që është Shqipëria sot dhe fatkeqësinë më të madhe që sot Shqipëria nuk ka opozit. Nuk ka opozit që frymëzon. Po dakord, po. Sepse unë kam qenë në çdo studio televizive. Kam qenë në kafene, nga do. Nuk kam dëgjuar që PD-ja do fitonte. Në çdo vend, me këdo që takoja, me këdo që ulesha. Çdo sondazh i çdo mediave e nxirrte Partinë Demokratike humbse. Do të thotë që kjo parti nuk frymëzoi. Prandaj humbi. Çfarë preti tani? Sepse kur dikush do silli ndryshimin, dëgjohet. Dëgjohet diku në një kafe, në një TV, në një bisedë me mish. Të gjithë thonin që Rama fiton këtë zgjedhje. Madje këtu dua të kujtoj edhe Syri TV nuk nxorri prej shumë muajsh një sondazh. Nuk bëri një sondazh. Pse? Sepse Sali Berisha e dinte se do humbte. Sali Berisha hyri për të humbur, nuk hyri për të fituar. Ai fitoi vetëm legasinë e tij si kryetari i opozitës. Aty fitoi Rama, fitoi dhe Berisha. Po çfarë preti të ndodh deri në shtator? Ndërkohë Partia Demokratike vetë Berisha denoncon çdo ditë me video nga Celia Blu fakte që pretendon se tregojnë farsën zgjedhore të 11 majit etj. Ndërkohë nga ana tjetër Berisha vetë ka denoncuar edhe në Bruksel ato që ka ndodhur që pretendon ai për 11 majin, prej andej edhe raporti për Shqipërinë faktikisht i reflektonte disa rreshta në sinkron me ato që thot Berisha dhe opozita për këtë gjë. Do mbaroj kjo pjesë, pastaj kanë premtuar dhe një analizë të brendshme. Çfarë preti realisht të ndodh? Ke pritshmëri se do ndryshoj gjë në PD realisht apo ti je vetëdijshme që asgjë nuk ka për të ndodhur? Tani ka dy momente. Sali Berisha pa diskutim që do thotë që është farsë. Pritshmëritë janë që këto të pranojnë gabimin, që këto të pranojnë humbjen, që këto të pranojnë të ketë një reformim të thellë djathta. Po ti e di që kjo nuk do të ndodhë. Që ndodhë. këto të pranojnë realitetin brenda tyre. Po s'ka se si ta pranoj Berisha këtë ndërkohë që pretendon të kundërtën se nuk ka se si. Pse Berisha pretendon se e ka fituar zgjedhjet? Jo, them nuk ka se si si të ndodh kjo, kështu që duhet ta kesh fare këtë pritshmëri mendoj unë. Po si, pa diskutim. Vetëm nëse ngrihet ndonjë grup që reflekton revolt, kërkon largimin e Berishës, kjo është tjetër histori pastaj. Po që vetë Berisha të thot po unë humba, Rama fitoi etj, kjo duket Berisha vetë fitoi. A ke dëgjuar liderin e opozitës thotë unë ne i fituam këto zgjedhje. Aleanca për Shqipërinë madhështore i fitoi këto zgjedhje. Jo, ai këtë nuk e thot, po thot që as nuk humbëm sepse ishte farsë. Këtë nuk e thot, po jo pra se dikush e thot është farsë, do të thotë që ka fituar vetë. Apo jo? Pse Sali Berisha nuk e citon që Partia Demokratike fitoi këto zgjedhje? Me që e kanë vjedhur. Nëse do të ishte në dorën tënde dhe do të hartoje një plan afat shkurtër për riformatimin e Partisë Demokratike, largimin e Berishës përfshirë ndoshta etj, cili do të ishte ai? Çfarë do të bëja? 1, 2, 3? Unë e kam thënë me shpejtësi në PD. E kam thënë edhe në për studio tjera kur ndodhi situata Berisha-Basha. Dhe kam thënë që një vit PD-ja duhet rrinte pas zgjedhjeve dhe duke pasur një komision prej 5-6 figurash caktuara, sepse nuk mund ta fusësh dhe partinë në zgjedhje të menjëhershme, sepse nuk mund ta thellosh përçarjen e partisë. Nuk jam që PD-ja të përçahet. Unë jam që PD-ja të hapet.
PD-ja mos rri e buknjerizuar tek klient dhe miq të familjes Berisha. Sepse nëse kjo gjë vazhdon në këtë lloj ritmi, të vetmit që do t'i shërbejë kjo parti është Sali Berisha, familjes tij, miqve të ngushtë, po dhe Ramës. Pse do thuash Ramës? Sepse Rama do fitoj mandatin e 5. I leverdis tjetë Berisha aty, se sa kohë është Berisha aty, aq herë Partia Socialiste do fitoj zgjedhjet. Sepse Berisha nuk frymëzon më. Dhe kjo parti e djast, dhe këta që e quajnë veten të djast, ta parazitat, se kështu kam shef t'i quaj, se të tillë janë të listës mbyllur, të cilët do marrin rrogën kurris qytetarëve, këta që hiqen si demokrat. Këta individ duhet të reagojnë qofse duan demokratët dhe demokracinë dhe jo interesin e tyre personal, duke kërkuar dorëheqjen e leadershipit, siç e kërkon statuti dhe thot qartë, që kryetari që humb zgjedhjet duhet hiki nga partia. Por këto, siç është dhe vetë Berisha dhe besnikët e tij, këto ruajnë vetëm interesin e tyre personal dhe familjar. Këto nuk janë aty për popullin. Po mire, ke menduar ndonjëherë që këtë retorikën publike ta hedhësh në një platformë të mirëfillt për ndryshimin e Partisë Demokratike dhe ta prezantosh publikisht, t'ia ofrosh, pra se thjesht me retorik jo se ashtu do ndryshohet gjë nëse platforma bëre mirë që e ceke, pa diskutim që mund të bëhet për publikun dhe jo vetëm, por kur ka garë. Se nuk mund të marrësh dhe të bësh një platformë në ajër. Duhet dorëheqja kryetarit, hapja garës dhe të kalojmë te platforma. Se gjërat kanë një trajektora. Nuk mund dalësh tani me një platformë kur individ saktuar se partia thënë që këtu nuk ka garë, se këtu nuk duam net këtë garë. Po mira, ke kërkuar ndihmë ti ndër demokratë të tjerë për kauzën tënde? Ose janë vetëm unë në këtë kaos, ke dhe individ tjerë që kanë folur, ke zotin Sula. Mirë, okay, që pas asaj që ndodhi, zoti Sula ka shprehur kandidaturën e tij për kryetar, nëse keni dëgjuar. Partisë Demokratike. Dhe ajo që unë dhe zoti Sula po bëjmë është po themi që kjo parti duhet reformohet. Dhe prandaj jemi shpallur dhe kandidat, vetë shpallur kandidat. Po dakord, pra, po këtu të ketë garë. Ky është hapi i parë. Kaq pak zëra nuk e thyen dot këtë realitet, them unë. Por realiteti thyet me votë pastaj, demokratëve me votën e antarësisë dhe me votën e masës. Po që shkojë deri tek vota duhet të bëjë një hap pas Berisha. Po pa diskutim. Pa diskutim. Kjo s'ndodh me sa po shohim. Po nëse nuk do ndodhi, do veproj ligji pastaj, që të ndodhi, që të hapet gara. Kjo është e qartë. Askush s'mund të jetë mbi ligjin dhe mbi statutin. Dhe unë nuk besoj që zoti Berisha nuk do ta respektoj. Mendoj që dorëheqja e tij do i bënte mirë, jo vetëm Partisë Demokratike, por dhe Shqipërisë. Ke folur me ndonjë prej tyre pas 11 majit? Pa diskutim, unë jam kontakt vazhdueshëm. Jam kontakt vazhdueshëm me demokratët. Janë të mërzitur nga rezultati dhe pa diskutim që duan ndryshim Partinë Demokratike. Që tek dorëheqja e zotit Noka dhe e gjithë funksionarëve elitar të Partisë Demokratike. Nëse, sepse po thuhet shpesh këto kohë që pjesë e planit të Partisë Demokratike të Berishës për të reaguar sipas tyre për farsën që pretendojnë 11 majit, mund të jenë disa skenar, greva e uris në kuvend, vala e protestave, etj. Si e gjykon? Unë gjykoj që problemi nis duke pranuar realitetin. Dhe realiteti është se Sali Berisha me aleancën madhështore nuk fitoi. Dhe për sa kohë nuk fitoi, ai nuk frymëzoi. Për sa kohë nuk frymëzoi, ai duhet bëj një hap pas. Nuk është zgjidhje greva thua masa. Po çfarë do zgjidhje greva? Ekstreme? Çfarë do zgjidhje greva? Po në protesta nëse zhvillon, mendon se nuk do e ndjekin më demokratët? Po ti më fal, se kjo është qesharake, është dhe vetë pyetja. Qofse do ishin vjedhur ato vota. Dhe nëse do ishte Sali Berisha fituesi këtyre zgjedhjeve, revolta popullore do ishte më i zonja aq e madhe, saqë Rama nuk zgjaste 10 ditë në kryeministri. Sepse historia ka treguar që kur populli vendos, nuk ka asgjë që e ndal. Kur populli çohet, askush nuk mund t'i mbi vendoset. Është masa ajo që vendos.
Dhe është masa ajo që i tha jo Sali Berishës. Dhe ajo mas nuk ka se si ta ndjeki. Sepse ky thot do bëhem revolucionari votës lirë. Ky nuk e respekton me zënjë votën e lirë. Po dakord, po ndoshta ai duhet sepse ti flet për protesta. Për protesta duhet populli, duhet masa. Masivisht jetë aty me ty. Po kjo mas ty nuk të votoj. Ti the që unë do fitoj bindshëm, nga diaspora do vi ndryshimi. Nga diaspora të erdhën sërish 1 milion shuplaka. Të erdhën 1 milion shuplaka. Ti e bër pishman që i besove Berishës në fillim? Shiko, unë jam... Se bie pak në ndeshë edhe me... Absolutisht fare. Me situatën tani. Po jo, se nëse ti ke besuar tek Berisha, që tani e quan një figurë të konsumuar, madje duke e cilësuar edhe si plak, referuar moshës, okej. Ke të gjithë intervistat... Jo, e kam fjalën që ç'ne si pate pritshmëri pozitive, si besove. Ndërkohë që po e përshkruan kështu, se nuk ndryshoi aq shumë Berisha nga përpara. Ndosha foltoren me bindjen që do sillte ndryshimin. Kam 3 vjet dhe këtu të ftoj të shohësh gjithë intervistat e mia në YouTube që them, Sali Berisha fiton vetëm me figura të reja dhe gjeneratën e re. Me figurat e vjetra do pësoj vetëm ai nuk ngjall frymëzim, si do fitoj? Se ti këtë po thua. Ai vet, që një figurë si ai nuk ngjall frymëzim. Ai vet, po të kishte një ekip, se PD-ja ka shumë kapacitete. Nuk janë këto figurat që shef ti aty. Pra edhe me Berishën në krye mund të fitonte thua? Qofse do ishte një ekip i ri, me kapacitete, i pakorruptuar, me energjinë e duhur për të bërë punën dhe jo për të marrë mandatin qyl si parazitat që Berisha vuri, pa diskutim që Partia Demokratike do fitonte, sepse Partia Demokratike ka shumë vite në opozit. Dhe pushteti vetë të ezauron. Nuk kishte se si PS-ja të dilte me 10 mandate më shumë në këto zgjedhje. Por nuk ndodh rotacioni. Te që shta u lanë ballën dhe të vësh flamur nokën. Nuk është rotacion kë. Shqiptarët prisnin rotacionin. Rotacioni është gjenerat e re, rotacioni është individ pastër, individ pa korruptuar. Po ka dhe gjenerat e re aty që nuk mendojnë si ty. Si? Futën edhe në lista, janë edhe fitues, kush në të mbyllur, kush është fitues? Se tani më fal. Deputet u bën disa aty. Mos më fy Po dhe inteligjencën. kreu i FRPD-s për shembull. Mos më fy inteligjencën, fitues quhesh. Ai me Berishën është. Domthon ka edhe të rinj e kanë fjalën që nuk mendojnë kështu. Fitues quhesh. Jam pjesë e ekipit Berishës, pra, po ta thjeshtëzoj. Po fal, nëse ti do tani të quash fitues, individ cilët mezi morën listën e mbyllur Tiranës dhe një që doli se u tregoi vota që zënja Tabaku mori sa për 2 deputet. Dakor, ti e ke në regres to, nuk quhen fitues. Po them që ka edhe të rinj në PD që vazhdojnë akoma ato ndjekin Berishën. Tani të rinj ti mund thuash me drejtën e Zotit është një kryetari i Forumit Rinor, në rregull. Po se janë disa, nuk është. Po jo, një është. Pjesa tjetër i ke gjithë vjetër. Po e ke gjithë vjetër, po tek ai 1% që e kanë çdo parti. Unë po them për shumicën dërmuese, se 1% që okej, thuaj një emër tjetër shoqëri. Pse Jonathan Pano i vjetër është? Nuk është në parlament. Ishte për plotësuar listën. Jo, unë flas, po jo, ai garoi, nuk ishte për plotësuar listën. Për plotësuar listën ishte, besnikët ishin te lista mbyllur. Lista mbyllur duhet ishin të rinj. Po pra, po ai. Dhe këto individët e vjetër që kishte, pavarësisht se mori votat. Individët e vjetër që kishte Berisha duhet i linden lista për të treguar forcën, kontributin dhe për të treguar mbi gjithë asaj duan qytetarët, se këto kanë jetë që paguhen nga taksapaguesit shqiptar, nga votat e demokratëve. Po pra, po edhe meqense ai përmenda Jonathan Pano në reagimin e tij, nuk e di a e ke lexuar pak ditë më parë, parim pas zgjedhjeve, pas rezultatit që mori, kërkoi reflektim. Edhe hapa pas ndër rreshta për Partinë Demokratike. Nuk e kam ndjekur përveç Sali Berishën, por nuk është se unë respektoj çdo figurë të re në Partinë Demokratike dhe individ cilët janë të rinj duhem suportuar. Nuk e kam lexuar statusin, nuk e kam ndjekur, unë e kam fjalën ta mora si shembull që ndoshta artikulojnë atë nevojën e analizës, flasin me nën kuptime, po ende nuk ka një grupim të fortë që të artikuloj bindshëm largimin e Berishës, e kam fjalën. Pra, ajo duhet bërë edhe numërohen me gishtat e dorës ata që e bëjnë, e kam fjalën, dhe kjo nuk është se sjell ndryshim. Ndryshimin e sjell gara, pra. Hapja garës. Putja e kandidatëve të caktuar në garë, dhe unë jam e bindur se sot që flasim çdo e re
dhe i ri mund ta drejtonte PD-n më mirë se Sali Berisha. I njeh ndonjë merit Berishës për atë që ndodhi me Partinë Demokratike, kam fjalën me përçarjen me që ai nisi foltoren. Pa diskutim që po. Çfarë bëri mirë Berisha në të gjithë këtë fazë të vështirë të PD-s? Në atë periudhë që flasim, mbas humbjes, mos gaboj zotit Basha, askush nuk ka dashur të dëgjonte më për Partinë Demokratike. Në ato vite flas dhe zoti Berisha në moshën që kishte mori një nisëm të foltores dhe kërkoi të ishte afër demokratëve. Pra këtë e bëri mirë thoni. Këtë e bëri mirë sepse bashkoi shumë individ që ishin të pakënaqur. Por gabimi i Berishës ishte që këtë që e bëri para disa viteve për favorin e vet, e ktheu në disfavorin e vet duke mos respektuar garën dhe primaret. Në Elbasan dashin, në fakt të njëjtin zhgënjim që ka aktivistja Evi Kokalari, dashin e la shkuat tek foltoria me këtë pritshmëri, u zhgënjue pastaj. Me këtë pritshmëri tani më thuaj si ka mundësi zoti Sula fitoi primaret në Elbasan, ishte i pari i qarkut. Si nuk u vu as në listë hapur, as në listë mbyllur. Të marr rastin e Hysen Kadiut këtu në Tiranë, fitoi, nuk u vu as listë hapur, as listë mbyllur. Të marr rastin e Bart Spahis në Shkodër, fitoi primaret, por i dyti u fut Kliti Hoti që nuk mori pjesë fare në primare. Dhe zoti Bart Spahia u postua për të lënë në listën e hapur. Tani, duke e parur që ti këtë foltore e bëre që t'ishte antarësia, pikërisht ajo që të vendoste, do ishte më ndershme të thonte: kjo është lista ime, ky është ekipi im dhe përgjegjësitë mbaj unë. Se sa të fusësh gjithë partinë në garë dhe në fund vendosësh po vetë. Paktën unë kështu e logjikoj. Ky është opinioni im personal. Dhe këto janë arsyet që mua më sollën tek zhgënjimi, sepse unë e ndoqja Berishën për 3-4 parime. Tani mbas 3 viteve Berisha bin ndesh me atë çka thot, me atë çka bën. Kështu e ti figura potenciale për të marrë drejtimin e PD-s, nëse do të zhvillohet një proces dhe largohet Berisha? Ka shumë figura potenciale. Po për shembull, mund të sillnin mirë PD-s, garës, Lorida Tabaku, tjetër, doktori, Liri, zoti Kolliçi, ka qenë një ndër figurat që ka qëndruar kauzave të Partisë Demokratike. Po me Berishën është ai. Ka qenë një figurë, është figurë e re. Gjithsesi. Pra, po këtë po të thoja pak më parë pra që unë i kam disa emra që them që mund të garojnë. Gara duhet hapur për të sjellur atë që the ti, një program, një ide si mund të bëhet e djatha. Sepse e djatha tashmë me Sali Berishën nuk frymëzon më. Kjo është po mirë, nëse ti ke këtë bindje nga të parët nga vetë demokratët, nëse do të hyje në këtë garë përballë Sali Berishës për shembull, ti mund ta mundje me vota? Meqense ke këtë bindje që ai nuk frymëzon më te demokratët. Ti si e re për shembull. Unë kam bindjen që si frymë e re, e mposhti atë me vota? Tani, unë si vajzë e re kam bindjen që kam gjithë energjinë e duhur për të dhënë kontributin tim si e djathtë që jam. Dhe do bëja pa diskutim një fushat shembullore, të bukur, të vlerësuar, mbi ideale dhe mbi ide që unë besoj se si mund të ecë e djathta. Tani, vota është ajo që e përcakton. Dhe kjo është zgjedhja e demokratëve. Unë këtu nuk mund të marr përsipër të flas në emër të gjithë Partisë Demokratike dhe të gjithë votuesve. Unë mund të jem një kandidaturë e mirë, mund të jem një kandidaturë shumë e mirë, mund të jem një kandidaturë e pëlqyer, mund dhe mos jem e pëlqyera. Por unë e marr iniciativën ty në një garë. E marr iniciativën që ato 5-10 mesazhe që dua do t'i shpërndaj tek antarësia e Partisë Demokratike. Ky është thelbi. Unë dua një PD të riformatuar, dua një PD të jetë elitare, dua një PD të jetë e ides, nuk dua një PD përçarse, nuk dua një PD e cila lën jashtë kontributor të vjetër të saj për të futur Roshin në listë, apo për të futur LSI-n, edhe të ri doktori i nderuar i cili merrte 20.000 vota jashtë parlamentit. Dua një PD bashkuese me të djathtën, jo një PD që bashkohet me Metën dhe me Dulen. Se kur erdhi Berisha tek foltoria premtoi bashkimin e demokratëve, po me kë e bëri bashkimin? E bëri me LSI dhe me Dulen dhe me Idrizin. Morën relativisht vota, janë të zhgënjur, pretendojnë për manipulimet, proceset e tjera.
dhe nuk hyn dot në parlament si Aulon Kalaja apo të tjerë. Auloni do ishte vlerë shtuar për parlamentin. Ke informacion se këta janë një potencial i mirë për dal kundër Berishës për shembull? Shiko. Potencial i mundshëm se i mirë. Nuk është çështja për të dal kundër Berishës. Po mirë, pra për të kërkuar këtë që po kërkon ti e kam fjalën. Është çështja për të bërë një grup më i madh, për të dal pro interesit kombëtar. Po mirë, pra dakor. Kjo interesi kombëtar sot jo i imi personal. Se ta thash dhe njëherë, unë jam avokateve prej 5 vitesh. Kam punën time, kam botuar 2 libra, një në Shqipëri, një në Amerikë. Nuk është interesi im personal, është interesi kombëtar. Është emergjenca që ka vendi për të pasur një opozitë që frymëzon. Një opozitë e cila të jetë nesër në konkurrencë me PS-n për të fituar. Dhe fatkeqësisht Sali Berisha reflektuar dhe në numra. Nuk mundet dot më të fitoj. Tani, që po ta them unë këtu, duhet hapur gara. Në garë mund të hy doktori, mund të hy zonja Tabaku. Unë mendoj që çdo kush sot do ta mund të Berishën vot brenda PD-s, nëse do kishte zgjedhje. Nuk e shoh të fuqishëm Sali Berishën. Ky është mendimi im personal. Ke komunikuar ti me ndonjë nga këta kandidatët që nuk arritën dot të marrin mandatin? Pa diskutim. Janë të zhgënjur. Çfarë plani kanë ata? Mund të Unë mendoj që ato do dalin kundër Berishës? Na që nuk është bërë mbledhje, ato do kërkojnë riformatimin e Partisë Demokratike me informacionet që kam unë, kërkojnë nga me largimin, përfshirë largimin e Berishës, ose riformatim thonë të gjitha ata. Kanë edhe plan rikonstruktimin e çdo strukture të Partisë Demokratike, sepse ajo ka nevojë për një ndryshim radikal në themel. Berisha duhet ta bëj vetë hapin pas. Në opinionin tim. Unë të falenderoj shumë që të kisha në studio, besoj paka shumë i tham, mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë në Partinë Demokratike. Unë uroj shumë që zëri jot të ketë një rezultat në fund. Kam dhe diçka që çdo zë i cili del kundra rrymës partisë tek ta quhet tradhtar. Ta kanë shprehur këtë gjë. Për shembull, ke ndjerë ndonjë për shkak të kësaj nisme që ke ndërmarrë publikisht, ke ndjerë ndonjë intimidim, ndonjë presion, ndonjë është një makineri e vogël aty që hyn me komente dhe pa diskutim që thonë këto tradhtarët kërkojnë ndërheqjen e Berishës, ku më referohen mua dhe zotit Sula, po këtu dua të sjell në vëmendje një anekdot bukur, do ta quaja tillë, ikën Çakalli i thot Luanit, hajde dalim fush betej. I thot Luani, po ik mor Çakall, thot shif punët e tua. Edhe Çakalli ç'a bën tani, ikën i thot gjithë pyllit. Unë e ftova Luanin, thot në 2 luftim, thot po Luani pati frikë. Ditën e diel bëshë mbledhja e gjithë kafshëve të pyllit. Edhe në krye normalisht do ishte Luan djali. Edhe vjen Çakalli. O Çakalli, thot Luani. Po, i thot ky, i shikon gjithë këto këtu, ishin gjithë kafshët e pyllit. Këto tha, nuk do më përbuzin mua, tha, për llafet e tua, tha. Edhe kështu dhe puna e këtyre që thonë, zërat kundra janë shitur. E kuptova. Shpresoj ta kenë kuptuar dhe demokratët. Unë falenderoj shumë që të kisha studio. Edhe unë të e dashur. Faleminderit të nderuar miq, pa shoqëri kthehet sërish.